me aq sa na ke parë, me aq sa na ke ndjekur, dhe me aq sa na ke vëzhguar, dua një sugjerim, një mendim për Time Center, një kritik, një analizë, çfarë duash ti? Në fakt, për Time Center kam një mendim të mirë, por dua të them dhe arsyeën pse, sepse janë shumë të pakta qendrat e edukimit në vendin tonë, të cilat jo vetëm mësojnë, por edukojnë në kuptimin e mirë të fjalës dhe në kuptimin e tërë të saj. Pra, edukojnë nga të gjitha aspektet fëmijët dhe të gjithë brezat që kanë mundësinë të marrin mësime këtu, sepse nuk ndalet thjesht në ato librat e shkollës me sa kam kuptuar, por këtu ka art, ka histori, ka tradit, ka kulturë, me pak fjalë në këtë qendër gjendet gjithçka. Si ishte momenti kur të erdhi ftesa? Mendimi i parë. Po si fillim, bëra këto kërkimet e mia dhe unë, duke qenë se nuk isha e njohur përpara me Time Center, pash punën e mirë që bëhej dhe kuptova pikërisht këtë gjë, që nuk është thjesht një qendër kursesh apo një after school apo thjesht një kopsht apo diçka thjesht për të përfituar të ardhurën, më fal që po e them kështu, por pash që këtu kishte realisht edukim.